Xhemsi Begu dhe Hamdi Efendia nga Tetova morën disa shembuj nga sipërfaqja e tokës dhe i dërguan në Selanik në laborator. Me ardhjen e rezultateve u kuptua se bëhet fjalë për kromin si legur e nivelit të lartë. Me të kuptuarit se bëhet fjalë për legurën cilësore të kromit, firma Alatini, e cila ishte me qendër në Londër, por vepronte edhe në Greqi, filloi punimet menjëherë në Zeheron e Radushës. Në fillim, punimet kryesisht kryheshin në metoda shumë primitive, ku zehja barteshe nëpërmjet kafshëve transportuese deri në Andrejevo apo Gjoçe Petrovin e sotshëm. Firma Alatini punimet i zhvilloi deri në fillim të luftës së parë botërore. Në fillimin e luftës së parë botërore, fuqitë qendrore si Gjermania me aleatët e saj bullgar sollën këtu koncesioner tjerë privat si Kriegsmetall AG, e cila i filloi punimet që nga viti 1916 deri në vitin 1923. Firma Kriegsmetall AG, kur erdhi këtu, ndryshoi menjëherë të gjitha kushtet infrastrukturore, duke e ndërtuar edhe hekurudhën e parë 600 mm nga Andrejevo, do me thonë nga Gjoçe Petrovi, në Radush deri në Orashën e poshtme, duke ndryshuar edhe mënyrën e bartjes dhe transportimit të kromit dhe ndërtoi këtë pjesë që e shihni pas meje.